mos i ndërhyni zotit Bardhi dhe ju mos ofendoni dhe mos fyeni. Dakor, vjo. Po dhe ju s'keni drejt përdorni këtë fjalor. Ju lutem. Që e shikon ere këtë koncert si një mundësi për të vjedhë. Ai, një hajdut i certifikuar. Ati anullojni dhe pastaj hajde këtu në bani leksione ju për antisemitizëm. Ju, zotrote dole të indën dhe thejdo dali, organizata e veteranëve të ushtrisë shërimtare të Kosovës. Doli e di që tha? A e gjove që tha? A e gjove, nuk tha gënjeshtën që i kështë thënë ti. Po, nuk tha gënjeshtën, ta vejon që tha. Nuk tha gënjeshtën që i kështë thënë ti, se turpërohen me gënjeshtat e tua. Po tha këtë, kryetari i shoqatës. Jo më larkë se dje. Gjoje. Po, zotë bollë, përse pas këmë të një shqiptarë këmë folë mërë, nëse ka të njusë këmë folë mërë, po ljëpë e gjonë, shumë të njërë që misë këmë folë. Po, i kërkanë zotë të bolla, mësë më marrë me më që kërë? Zotë i bolla, telefonë më të dhirë. I këmë të këshalun, ti të kërkëm folje, dhe e sinjonë nësi ke posë foljen, telefonë më të dhirë, që këmë në të herë dhe me soshi. Së rajë, nëse që më një djallë, rajë. Ju po thamë kërqyshën e që përra, në asë moment. Zotit Balla, për kërkani tjetën gjonë, mësë me përdor, mësë me folën në të shukës. Po e këmë thonë, zotit Balla, përse pas këmë të një shqiptarë këmë folë mërë, nëse ka të njusë këmë folë mërë, po ljëpë e gjonë. Që kështu hajde kërkon ndjes, se të kanë kërkuar të kërkosh ndjes për fyrjen që i ke bërë një eroj për luftën tënde të pisët ndaj protestusve dhe ndaj qytetarëve. Se ky jeti. Ti që s'din si Venezuelit, me cilin rrije 24 orë dhe rri 24 orë, din si vin se kush është protestusi që flet, ku nuk ka një protokoll filtrimi të atyre që flasin. Ju që kishit zëvendës kryeministren Pandeur, i bëni si vin qytetarëve. Ky që foli është proceduar për pjesëmarrje të palishme në protest. Ju me zëvendës kryeministren të Pandeur, të akuzuar për korupcion e për pastrim parash, i bëni si vin folësve në një protest ku se cili merr fjalën dhe thot dhe shpreh mendimin e vetë. Zoti kryetar, kolegë deputet, ju keni marrë sot një nga aktet që do në bajt më në gjatë. Na e servirët miratimin e rezolutës, madje bët gjithë nga një status si urdhroi partia, si një arritje historike të Shqipërisë në procesin integrimit europian, sot refuzoni të flasim për rezolutën e Parlamentit Europian. Keni refuzuar dhe po refuzoni sot me vot jo grupin parlamentar të Partisë Demokratike, po vetë Parlamentin Europian. Jo thjesht sepse refuzoni debatin për rezolutën e miratuar pak ditë më parë, po ju refuzoni skanerin që Parlamenti Europian i ka bërë qeverisë suaj dhe këtij kuvëndi. Skaneri ju ka nxjerrë të sëmur. Ju vuani nga smundja e rëndë e vjedhjes së zgjedhjeve, thot Parlamenti Europian. Nga smundja e rëndë e vjedhjes së taksave, thot Parlamenti Europian. Ju vuani nga smundja e rëndë e vjedhjes pasurisë shqiptarëve. Ju vuani nga smundja e rëndë e korrupsionit. Ju vuani nga smundja e rëndë e mbështetjes ndaj krimit organizuar. Dhe kur kapeni me presh në duar, si në rastin e Belinda Ballukut, skaneri i Parlamentit Europian thot se vendi është në rrezik nga babëzia e kryeministrit tuaj. Është ai autori këtij refuzimi, sepse vetëm Edi Rama ka arsye të friksohet kësaj rezolute. Pse i friksohet një kryeministri një debati mbi një dokument që vetë quajti historik, madje Taulanti arriti edhe aty sa urdhronte deputetë e Parlamentit Europian, e gjuat edhe dje një prej europarlamentarëve, ajo tham ka çuar Edi Rama, faktja ka çuar Taulanti edhe Bora, emailin dhe i thot këtë amendamentin votojeni, këtë amendamentin mos e voto. E di çfarë bëri shumica dërmuese e europarlamentarëve? E grisën dhe i votuan. E grisën emailin e Taulantit dhe i votuan amendamentet duke i thënë Taulantit që t'i transmetoj Edi Ramës nevojën që ka Europa për ta shfuqëzuar ligjin për zonat e mbrojtura dhe për të ndaluar me njëherë çdo ndërtim në zonat e mbrojtura derisa ky ligj
të shfuqizohet. Prandaj e hollën kosh këtë kërkesë dhe prandaj sot ne nuk mund të flasim për rezolutën e Parlamentit Evropian, sepse do dalë që ky email i kolegëve është hellur, është grisur dhe është hellur në kosh. Sepse europarlamentarët ndryshe nga ju e duan Europën, e duan dhe Shqipërinë si pjesë të Europës, po nuk e duan siç e doni ju, të zobëzuar dhe në duart e një grushti njerëzish. I duan pasuritë natyrore të Shqipërisë që të shfrytëzojë çdo qytetar shqiptar dhe mundësisht çdo qytetar europian. Jo të shfrytëzojnë 3 apo 4 njerëz me cilët ha qofte e pi rakim gjes Edi Rama. Nuk funksionon kjo lloj gjëje me Parlamentin Evropian dhe me institucionet parlamentare. Prandaj ju refuzoni debatin. Nëse ai raport, siç ju ja keni shitur çdo shqiptari në mënyrë të gënjeshtër, pasqyron arritjet e mëdha qeverisë Edi Ramës në këto vite, si ka mundësi që s'vini këtu ju të na thoni, hajde ta bëjmë debatin, do ta nxisni ju debatin për rezolutën e Parlamentit Evropian. Do ta bëjmë debatin, thot, kur të vi raporti i Këshillit të Integrimit, ka debat tjetër ajo, e përcakton ligji. Edhe debati që bën para 2 muajsh është detyrim në ligj. Ligji na thot kur vjen për të raportuar Këshilli i Ministrave për ecurinë e negociatave dhe për realizimin e planit punës në raport me raportin e Komisionit Evropian, Kuvendi bën një debat dhe miraton dhe një rezolut. Ato kemi bërë ne. Ndërkohë që sot kemi një skaner që shkon deri disa ditë përpara se Parlamenti Evropian ta miratonte mbi realitetin në Shqipëri. Dhe ju refuzoni debatin. Sepse ju anis raporti i Komisionit Evropian me vjedhjen e zgjedhjeve, me përdorimin e administratës në zgjedhje, me bashkëpunimin tuaj me krimin organizuar, me mbrojtjen ndaj korrupsionit që i bët zëvendës kryeministres, se thatë nuk ndikon çështja e zëvendës kryeministris dhe mosheqja e imunitetit të Belinda Ballukut në marrëdhëniet e Shqipërisë me Europën, me Bashkimin Evropian. Ja pra që ndikoka. Ju a thot Parlamenti Evropian, keni kaluar vijën e kuqe, sepse nuk mund mbrohet me vot politike në parlament një person i korruptuar, dhe se kjo e minon rrugën e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian. Prandaj e refuzoni debatin, ne ju kuptojmë, fatmirësisht, ndryshe nga sa ka ndodhur më parë, shumica e shqiptarëve ka filluar. Përfundoni ju lutem. Dhe me qënë se ishim te sondazhet, Taulant, shqiptarët duhet besojnë sondazhet e partnerëve ndërkombëtar. Për herë të parë, ndryshe nga ajo që the ti, është Partia Socialiste në kuotën e 52 mandate. Faleminderit. Zoti Balla, replik. Më vjen mirë që pas ke lexuar sondazhin, po Partia Socialiste është 52%. Jo, është 52%. Jo 52%. 52% se ti se lexon keq. Edhe siç lexove dhe debatin, mocionin me debat të 14 majit, që the e lidhe me diçka tjetër, është kërkesa jote. Miratimin e kërkesës për mocion me debat për gjetjet e progres raportit të Komisionit Evropian, i cili do të zhvillohet në 14 maj, është kërkesa jote, gënjeshtar. Tani, edhe të thash, po ti s'do, ju s'doni. Unë ju them, kjo kërkesë që ke sjell në formë është e pamundur të votohet sepse nuk të le rregulloria. Brenda të njëjtit sesion nuk mund zhvillosh debat për të njëjtën çështje. Është e thjeshtë. E megjithatë, ti vjen me një kërkesë gabim, unë përsëri të dhash mundësinë që ta bëjmë mocionin me debat kur të diskutojmë, sepse në fundit Këshilli Kombëtar i Integrimit Evropian për çështjet e integrimit, për rezolutën. Sa i përket atij kompleksit. Tani, Gazi, ti e di fare mirë, zoti kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Ti e di fare mirë, ti dukesh.
je më të egzaltuarit me shpresën që nga kjo protest do shpëtoni nga Saliu. Këtë e din gjithë. Ta kam thënë, je i vetmi kryetar grupi parlamentar që ke çuar në prokurori nën kryetarin e grupit. Nuk ka një të dytë. Prandaj, zoj kryetar, votojmë për rrëzimin e kërkesës, nëse zoja zotërit opozitës duan që në diskutimin në Këshillin Kombëtar Integrimit ta përfshijmë këtë çështje, ne jemi dakord. Nuk kemi procedurë, jemi në... Ju lutem, merreni sapo të mbaroj votimin. Të lutem, sapo të mbaroj votimin, merreni, jeni kryetari i grupit dhe mund ta merrni në fillim fjalën. Ndërkohë, duhet të përfundojmë këtë pikë. Hedhim në votim kërkesën me karton. Kush është pro, kundër, abstenim? (22 pro, 74 kundër, abstenim nuk ka, kërkesa nuk miratohet. Zonja Muzhaqi, ndjes nëse kishte kërkuar për replik, mendova procedurë, por mund ta merrni pas zotit Bardhi për të fillojmë diskutimet për procedurë, sepse ka disa kërkesa procedurë. Ndërkohë, ju njoftoj gjithashtu se në bazë të nenit 103.8 rregullores kuvendit nga kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, zoti Gazmend Bardhi, është kërkuar zhvillimi i debatit për projekt rezoluta të përfshira në rendin e ditës së seancës. Koha e debatit është jo më shumë se 120 minuta dhe ndahet në mënyrë të barabartë, proporcionale ndërmjet shumicës dhe pakicës, duke marrë në konsideratë edhe deputetët jashtë grupeve parlamentare. Minutazhi për debatin është si vjen: Grupi parlamentar i Partisë Socialiste 71 minuta, Grupi parlamentar i Partisë Demokratike 30 minuta, Grupi parlamentar Aleanca për Ndryshim 6 minuta, Grupi parlamentar Partia e Lirisë 6 minuta, deputetët jashtë grupeve parlamentare 7 minuta. Para se të vijojmë me rendin e ditës, kam disa kërkesa procedurë, zoti Gazmend Bardhi, pas zonja Bora Muzhaqi. Së pari, zoj Balla, se kush është gënjeshtar mes meje dhe teje është tërësisht e provuar dhe e ditur, i vetmi që kam quar në prokurori unë je ti, dhe të kam quar sepse je në përgjime si bashkëpunëtor për të liruar pronat e sekuestruara nga OFL-ja për babain e Suel Çelës. Dhe kjo është sigurisht një arsye ligjore për të bërë kallëzim në prokurori dhe për të kërkuar hetimin tënd dhe ndjenin time je nën hetim. Së dyti, gënjeve, sepse ne nuk kemi zhvilluar asnjë debat për rezolut Parlamentit Evropian sa i takon integrimit Evropian, kemi zhvilluar debat për integrimin Evropian në kuadër të raportimit të Këshillit Ministrave për raportin e Komisionit Evropian, po duhet ta dish që atje, ndryshe nga këtu, ku edhe parlamentin, shumicën parlamentare e komandon ekzekutivi, atje ekzekutivi dhe legislativi janë të ndara, dhe secili prej tyre ka konstatimet e veta, dhe rezoluta e Parlamentit Evropian ka konstatime që nuk janë të përfshira në raportin e Komisionit Evropian. Nuk ka kërkuar Komisioni Evropian të ndalohet zhvillimi apo ndërtimi në zonat e mbrojtura. Këtë ta ka kërkuar Parlamenti Evropian. Përkundër dëshirës tënde, edhe të Borës, që ta marri tani fjalën Bora, që i thoshit mos e miratoni. E kanë miratuar, nuk ju dëgjuan. Tani nuk kuptoj sikletin, sepse nxorrët në sekonde Edi Ramën bëri e gënjyet atë, se kur je gënjeshtar gënjen edhe atë që ke shef, e gënjyet dhe i thanë e kanë rrëzuar amendamenti, nuk u miratuar, u egzaltua i bëri status, kur e kuptoj mas 24 orësh që e kështë gënjyër dhe mashtruar ti, s'foli më për atem, dhe qa bërit dha urdhër ty, që mos jam mirato, mocioni me debat, se do na dalë edhe më shumë në sipërfaqe gënjeshtra publike që i bëm qytetarëve shqiptar, sikur europarlamentarët nuk ishin dëgjuar të vërtetën, po të kishin dëgjuar ty dhe Borën. Hajde mendje, hajde. Zoti Balla, replik. Si ishte replik, ishte fjalë procedure juaj? Sa i përket gënjeshtrës,
Unë e kam fituar një gjyq me ty. Ta mbaroj. Kur ti shërbeje si avokat, kur ti shërbeje si avokati i Lulzim Bashës. Ke qenë në sallë, gënjeshtar. Ke qenë në sallë, bashkë me Ivi Kason të dy, avokatët e Lulit të dy. E ju ka mundur bashkë me Lulin të treve. Ju mora përpara të treve, ka ishta dishti. Kështu që vazhdo bëj avokat e Lulit, e qaja të punë, edhe diesh për këtu. Sa i përket çështjes rezolutës. Gënjeve këtu, ne kemi fituar betejën, sepse amendamenti 4 në këtë kërkesë që unë dhe Bora Muzhaqi e kemi dërguar, parlamenti e ka rrëzuar. Sa i përket amendamentit 17, mua më vjen mirë që emailin tim edhe të Bora Muzhaqit, kolegët e grupit të Partive Popullore Europiane e morën konsiderat dhe në paragrafin e dytë votuan kundër. Kjo tregon respektin dhe kjo tregon edhe marrëdhënien shumë të mirë që kemi. Më vjen mirë që ti je spostuar në atë pjesë të Parlamentit Europian ku unë them drejtën nuk spostohem dot sepse nuk mbashkojnë vlerat me atë pjesë për arsye që dihen dhe mund t'i shpjegoj më mirë Tritan Sheu. Faleminderit. Kjo ishte replik mbi replik nuk mund të ketë. Zoti Gonxhe, ministri ka kërkuar fjalën gjithashtu. Do doja kemi përfunduar. Do doja në respekt. Ju lutem. Zoti kryetar, faleminderit për masën e marrë dhe për reagimin tuaj në raport me fyerjet e deputetit që ishte në foltore. Do doja të sqaroja opinionin publik sa i takon eventit jashtëzakonshëm datës 11, i cili është i planifikuar nga janari këtij viti dhe s'ka asnjë lidhje me situatën aktuale dhe me asnjë lloj aktualiteti proteste. Do doja të sqaroja të gjitha çinxhijet e koncertit të vitit 36 si në film që t'i marrin të keqen Kanye West është një super artist i cili ka performuar në Holland 2 net në një vend Bashkimit Evropian, lider i Bashkimit Evropian, i cili ka koncert në Spanjë, ka koncert në Portugali, ka zhvilluar koncert në Turqi, në Gjeorgji, në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe së shpejti edhe në Shqipëri. Ata që kanë në një gjë me koncertin, na vjen keq, do jetë një nga eventet më të jashtëzakonshme të Tiranës, të Shqipërisë që na fut në lingët e kampioneve të eventeve më elitare sa i takon imazhit vendit, sa i takon reputacionit të destinacionit, sa i takon brandit shqiptar, edhe TV turp çdo njërit që shpif në emër të kulturës, të artit dhe të aktiviteteve që forcojnë turizmin dhe që zhvillojnë vendin tonë. Para se të vijojmë, ju lutem bani parasysh rregulloren edhe fjaloren. Fjala hajdut, se nuk dua ta përsëris, nuk është një fjalë e figurshme, por është një akuzë shumë e rëndë. Kështu që zoti Bardhi keni marrë masën e tërheqjes vëmendjes, nëse përsëritet masa nga kushdo deputet, unë jam i detyruar të respektoj rregulloren, se përndryshe ky parlament kthehet në një arenë llafesh, akuzash, siç nuk na ka hije edhe siç nuk na lejon rregulloria edhe kodi i sjelljes. Ju lutem, mos e zbatoni rregulloren dhe kodin e sjelljes në mënyrë kreative, kur ju intereson dhe kur nuk ju intereson. Ju lutem, zonja Bora Muzhaqi, dhe mos ndërprisni kolegët, ju lutem. Unë kreativ jam, këtë e pranoj. Këtë nuk e marr për ofendim. Jam shumë. Zonja Muzhaqi. Faleminderit zoti kryetar. Të dëgjojmë kolegen Muzhaqi
e ka fjalën për procedurë, ju lutem. Urdhro? E kam. Po jam kreativ dhe rregulloria thotë që mbahet një balancë. Dakor? Edhe ndërmjet gjinive nëse doni ju, edhe ndërmjet grupe parlamentare. Për procedurë ka folur kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike dhe do flas zonja Muzhaqi, e cila gjithashtu e kërkoi fjalën për replikë, por nuk e mori sepse nuk e vura në sistem dhe po ju lutem, nuk e ka replikë, ka fjalë për procedurë. Ka mundësi mos bëjmë muhabet por të vijojmë sipas rregullores? Ju lutem, fjala jepet nga drejtuesi i seancës, nga kryetari i kuvendit. Fjalën e ka zonja Muzhaqi. Në fakt do doja shumë që të mirë kuptoja, po nuk e mirë kuptoj do të palën tjetër, kur përpishet kaq fort, nga që është sigurisht të mërzitur, se nuk janë ata që po e drejtojnë procesin e Bashkimit Evropian, dhe sa herë që ka një arritje të vendit tonë, për sa i përket Bashkimit Evropian, përpishen maksimalisht me çdo armë dhe me çdo mjet që kanë në dispozicion që t'i ndryshojnë gjërat. Ndërkohë që unë dhe kolegu Taulanti ishim atje bashk